إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Si se këne dëshmu, vëllezër të nderuar, deri më tani libri I Zuhdit Ahmed ibn Hanbelit rahimullah është një libër I stërmbushur me dobi. Ai cili vjen për ta mësuar këtë libër nuk do të kthehet asnjëherë duar bash. Madje nuk po egzagjeroj nëse them edhe në Kinë nëse shkohet për me mësu këtë libër është gjë e paktë. Ta shohim se çfarë na afrojnë hadithet prej numrit 139 deri në numrin 147 që do t'i shpjegojmë sot me lejen e Allahut Madhëshëm. Hadithi numër 139, çfarë po thot? Titulli ose tematika e këtij hadithit është ndershmëria dhe modestia. Në këtë hadith profeti alayhis salatu wassalam realisht transmetohet nga Enes ibn Maliku radiallahu anhu se profeti alayhis salam dërgoi dikë tek një hebrej për t'i kërkuar bërç. Hebreu dyshoi në mundësinë e kthimit. Profeti alayhis salam e qortoi me vendëshmëri dhe tha 3 herë se kishte gënjur. Dhe në fund çfarë tha? Të vesh njeriu një rrobë me orna të ndryshme është më mirë për të sesa të marrë në besë e tij atë që nuk ka mundësi ta kthej. Shikoni profeti alayhis salam ka qenë njeri sikur na. Dhe këtë Allah e potencon në shumë vende në librin e tij. Kul innama ana basharum mithlukum. Thuaj, unë jam një njeri sikur ju. Aleikum salam. Mua më shpallet. Profeti alayhis salam pa gjithë profetët e tjerë janë njerëz sikur na. Në mënyrë që na t'i marrim shembull, edhe gjatë vështirësive, po edhe gjatë mirësive. E shikoni profeti alayhis salam ka marrë bërç, ka marrë huo. Prej kujt? Prej një jahudie, prej një qifuti. Mirë po ai qifuti nuk është tregu as pak si themi I ndershëm. Sepse ka thonë, ku e di unë që ti mundesh me ma kthy borxhin. Dhe pejgamberi alayhis salam ja kthen formën e tij, thotë, njeriu me marr rroba me orna të ndryshme është më mirë për ta se të merr në besë e tij që nuk ka mundësi ta kthej. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur I ka marr bërç ti jahudie I ka marr me njet me kthy. Edhe ka qenë I bindur që do ta kthen. Edhe këtë gjë është vallahi një mësim shumë I madh. Se shumë njerëz në këtë kohë e marrin borxhin si gjë të lehtë. Veç hajt të marr borxh. Marrin borxhe jo me njet me kthy, po veç të marr borxhe ti kryej çefat e mia. E çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Thot e kuptimi I hadithit. Kush e merr një bërç për me kthy ata, Allah ja lan atë bërç. Kurse kush e merr një bërç për me shkatru ata, Allahu e shkatron ata. Prej lutjeve që më shpesh I ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është që ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min ad-dayn min al-ma'tham wal-maghram. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga mëkati dhe borxhi. Në disa vende ka thonë dala'i d-dayn, nga borxhi I ran. Kur e kanë pyet, o I dërguar Allah, po të shumë që shpesh po kërkon mbrojtje nga borxhi. E bëj këtë për arsye që njeriu kur të zhytet në borxhe, kur flet gënjen dhe kur premton e thën premtimin. Don ai që është I zhytën në borxhe ai më njëherë bëhet 50% munafik. Si ju e dini ato 4 cilësitë që kush I plotson bëhet 100% munafik. Kurse kush e plotson një prej tyre, atëherë ka disa cilësi munafike. Pra ai që është I zhytur në borxhe, ai është gjys munafiku. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ka kërku mbrojtje nga borxhet e rana. E ku ja fillojnë borxhet e rana? Kur nuk e merr me njet të mirëfillt atë borxh. Nuk e merr për nevojat domosdoshme. E nuk e merr me njet dhe me bindje që kur t'jepet mundësia me këty. Ja disa njerëz e marrin borxhin dhe veç e shtyjnë. Veç e shtyjnë. E kanë mundësi me la, po jo, do të mi kryaj disa qefe. Mërë të jatë borxh do të me marrë veç për gjërat nevojshme. Jo për qef. Do të me marrë për gjërat nevojshme. Edhe me njet me këty. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në hadithin tjetër ka orë që e ka marrë borxhin për çka? Për bukë e ka marrë. Borxhin e ka marrë për bukë, për ushqim. Se që e përshkruajnë sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot ka vdekje dërguari i Allahut. Kurse parzmorja e atij ka qenë hipotek tek një jahudi për da grosht bukë. Imagjinoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekë dhe çka ka bë? Kur e ka marrë një borxh, kalon në hipotekë. Tash pe dini çka është hipoteka. Nëse slahet borxhi, mirët aja gjë. Peng, të lumt. Peng. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një parzmore ushtarake e kalon peng të që futi për ushqim. Në borxhin e pas ka marrë për ushqim. Nuk e ka marrë për luks. Se në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e pas luks. Që shka unë transmetime që s'ke pas gati kur gjën në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë një lëkur të ma një farë shtrati për toke me fleta të palma të hurme. Ta në shtratë shumë i thjesht, e ke pas vjerën aty këtu nej enë, thjesht, me pi ujë, edhe pak dhe grunë ose elbë. Qështu ka në shtëpia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse ka qenë një harfur me udhëhec, pushtetar, kushtimisht mbret, ka zgjedh jetën e thjeshtë. Mësimi kryesor i këtij hadithi, jetesa modeste dhe e thjeshtë ka vlerë shumë më të madhe se sa jetesa mbi mundësi. Marrja e borxhit që nuk mund të kthehet, cënon amanetin dhe ndershmërinë, virtyte themelore të besimtarit. Pra që kjo hadith na mësoi amanetin. Se kur po thotë Jaudia ka mundësi me ma kthy pejgamberi ose Muhamedi s'ka mundësi me ma kthy borxhin, thotë ka gënyu 3 herë, thotë ka gënyu, thotë unë jam më i miri në shitblerje. Thotë ai që merr borxhin e mor më herët më mirë është me pas rroba të arnume se sa me marr një borxh që nuk ka mundësi ta kthej. Pastaj kemi hadithin kur ka zbrit ajeti walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, ata të cilët e depozitojnë orin dhe argjentin dhe nuk e shpenzojnë ata në rrugt të Allahut, përgëzoj ata me një dënim të dhëmshëm. Kur e kanë dëgju sahabët këtë ajet, janë friksu. Janë friksu, çfarë dënimi i madh nëse ti veç të ban ori argjent, edhe nuk e shpenzon ata në rrugt të Allahut. Dhe pasaj sahabët thuin, sikur ta dinim se cila është pasuria më e mirë që ta marrim ata. E dëgjoni vëllezër nderuar, çfarë ishte përgjigjja e profetit alayhis salam. Cila është pasuria më e mirë? Thot secili prej jush le ta ketë një gjuhë përkujtuese. Pra një gjuhë me të cilën e përmend Allahun vazhdimisht. Dhe le ta ketë një zemër falënderuese. Dhe le ta ketë një bashkëshorte që ndihmon në çështjet e ahiretit. Që kjo është pasuria më e madhe vëllezër të nderuar. Shikoni. Sahabët çfarë dëshiruan, thanë, cila është pasuria më e mirë që ta marrim në ato? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përgjigj kështu. Tha me pas zemër falëndëruese, do në zemër që e din vazhdimisht që gjitha këto të mira i kemi prej Allahut, edhe vazhdimisht i kujton begatitë e Allahut, e kujton begatitë e Allahut në veten e tij,
që janë shëndeti, dëgjimi, shikimi, gjitha ato sisteme që kemi brenda vetës tonë. Pastaj të mirat e Allahut jashtë vetës ti, duke përfshi gjërat elementare, siç është ajri, drita e diellit, uji, toka, shumë gjëra tjera, po edhe familja e gjërat shumë të kësaj natyre. Pra gjëja por, pasuria më e madhe është me pas zemrën falendëruese, se esenca e falendrimit është e zemra. Për këtë arsye ka ardhur një transmetim prej Davudit alayhis salam, ka thonë: "O Allah, qysh me të falendëru ty, kur çdo e mirë është prej teje, madje edhe falendrimi që ta bëj unë ty, edhe kjo është prej teje." I thatë: "O Davud, që ta shumë ke falendëru." O Davud, ta shumë ke falendëru. Pse se falendrimi është me zemrë, edhe Davudi alayhis salam pedin, çdo e mirë është prej Allahut. Prandaj kjo është pjesa e parë e pasurisë më të madhe që mund të merr njëri. Pjesa e dytë po thotë një gjuhë që e përmend Allahun vazhdimisht. Ne e dim gjithë atë hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e pyet ai personi thotë: "O i dërguar i Allahut, mu kanë bot shumë ta rregullat e fesë. Thotë më tregon një gjë që ti kap në asaj." Thotë gjuha jote le të jetë vazhdimisht e lagur në përmendjet e Allahut. Se kur ta përmendsh Allahun shpesh, aja është sikur ujitja e shpirtit tënd, siç e përmend disa dietar. Aja ta ujit shpirtin, ta ujit atë pemën e besimit. A nuk e përmend Allahu pemën e besimit në Kur'an? Që e pema e besimit që ka 73 degë. Ma e ullëta është me hik një pengesë prej rrugë, ma e lartë është la ilaha illallah, edhe turpi është degë imanit, që e degë ujitet me dhikr, me përmendjet Allahut. Edhe nuk ka vepër më të dashur tek Allahu se dhikri, wala dhikrullahi akbar. Përmendja Allahut është më e madhe. Sa që me një rast ju thot, aty ju tregoj veprën më të dashur tek Zoti juaj, dhe më të ngriturën, më të mirë se t'jepni orë argjend pasuri, dhe më të mirë se ta kanë armikun e ta luftoni. Thuajnë gjithsesi i dërguar Allah, atë është përmendja e Allahut madhësh. Se kjo lidhet me qëllimin e krijimit, Allah ka kriju ty që ti me adhuru ata. E që ushe adhuran Allahun, duke kujtu ata. Edhe kur e dërgon Allah Musën dhe Harunin të faraoni, i thot, shkoni të faraoni sa aja ka tepru. Dhe mos u harroni, i thot, subhanallahu Allah Musës, mos u harroni, kujtanum. Allah dënë që na me kujtu. Allah është xheloz. Qysh marrë është prej Zotit, na me kujtu dikon tjetër më shumë se Zotit. Se ti kon e kujtan, për kon folti, bashkë për që ata që e dënë. E ki pa e njëri që është i ma gjepsën, maskerreve, gjithmonë ka me fol për Mercedesa, për BMW, për Lamborghini, gjithmonë ka mi majt ato, se i dënë. Tjetëri për ndërtim, tjetëri për, ku e djune për çka? Kush e meriton mas shumë ti ta dojmë? Ai që na ka mundësu me dashna, ai që ka kriju dëshiren, dhe na ka dhonë që të mundësi që na me mujtë me dash diçka. E ku ka ma kesë me dash dikon ma shumë se Allah. Prandaj kujtimi lidhet me dashuri. Dhe e fundit që bëhet pasuria më e madhe është gruaja e mirë. Se ata sahab danë konkret burra, edhe atyre ju ka drejtu me këtë fjalë. Se e njëjta gjë i vlen edhe për gra. Edhe për gratë pasuria më e madhe është burri i mirë. Pse gruaja është pasuria më e mirë? Se me gruan ti e gjithë kohën. Me gruan ti nuk të donë as dita, as nata. As mërzia, as pikëllimi. As ushqimi, as uria. As udhëtimi, as vendbanimi. Dhe çdo detaj ti e fol me gruan. E nëse gruaja është e mirë, aja është prej ndihmëtareve më të mira. Se këtu po thotë, ta marrësh një grua të mirë që të ndihmon për çështjet e ahiretit. Se ahireti është ai që ka vlerë, kjo dunja në raport me ahiretin, në si me fut gishtin dete dhe që kam mbet prej detit.
Por edhe që e përforson, shikoni vallahi Kurani e Suneti krejton përputhje. Ai se e mediton, krejt është i përputhje njëri me tjetrin. Edhe nëse diçka duket na që ka kundërshtimi është në mendjen tonë, në mosnjohjen tonë e gjitha argumente, se për ndryshe nuk ka kurfar kundërshtim. Hadith tjetër thot, e dunja kulluha meta. Dunjaja krejt është pasuri. Pasuria më e mirë e dunjas është gruaja e mirë. Pra e po ndërlidhet me këta. Ai që e dëshiron me plotësu pasurinë, kjo është pasuria. Pastaj po e ndërlidhem me një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Leysel ghina arad ad-dunya, innama al-ghina ghina an-nafs", apo kema qala alayhi salatu. Nuk është pasuria e materiale. Ka thonë pasuria është pasuria e shpirtit. Pasuria e shpirtit. Shikoni, zemra falendruese, pasuria e shpirtit. Gjuha përkujtuese, pasuria e shpirtit. Gruaja e mirë është pasuria e shpirtit. Pse? Ibn Kathir thotë nuk ekziston lidhje më e fuqishme shpirtërore se sa midis bashkëshortëve. Pra dhe kjo është pasuri shpirtërore. Pastaj kemi këshillën e radhës për devotshmëri dhe pendim. Kur Muadhi u dërgua në Yemen, ai ka kërku këshill nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë 3 porosi. I ka dhënë 3 porosi madhështore, se tash po e përgatit Muadhin si thirrës në rrugën e Allahut kur të shkojnë në Yemen. I ka dhënë shumë mësime, po njëra prej tyre janë këto 3 mësime. I thotë, ki e frikë Allahun sot kesh mundësi. Në transmetim, ka orë ki e frikë Allahun ku dhe që t'jesh. Edhe këto as pak nuk binë kundërshtim njëmet. Se ti dush me ju friksu Allahut sot mësh. Me ju rujt gjërat këqija sot mësh. Po njëjtën ku dhe që t'jesh. Ku dhe që t'jesh sot kesh mundësi. Dhe, po thot, përmende Allahun të çdo guri dhe pemë. Shikoni, se si ja ka lidh dhikrin me gjëra objektive. Përmende Allahun të çdo guri dhe pemë. Mirë, tash, ju mundi me thonë, tash si jam as në guri, as në pemë, s'pe përmende Allah. Që ky muri, prej gurit është. Kjo, prej drurit. Zakonisht shumica e gjërave që ekzistojnë në botë janë ja prej gurit, ja prej drurit. Se guri futet mineralet, e hekuri, gjithçka që nxirret prej tokës, taj prej drurit. Zakonisht çka ta sill shkryet janë ose guri ose dru. Po më rëndësi, këtu po ja jep një mësim që kur ti je rrugës, ku do që të shkojsh ti, ose ke me pas ndaj dru ose dhe e guri. Ku të shkojsh te çdo guri, te çdo dru, kujtaj Allahun e Madhëshëm. Kujtaj Allahun e Madhëshëm. Dhe pasaj thot, dhe nëse e bën një të keqe, pasaja ata me një vepër të mirë. Pasaja ata me vepër të mirë, ose pasaja edhe me pendim. Pra këto i dha 3 këshilla madhështore. Mas pari me pas frikë Allahun, sot kemi mundësi, e dyta me kujtu Allahun vazhdimisht, dhe e treta pendimi me njëhershëm. Si ta bësh një vepër të keqe, pendohu me njëherë. Rëndësia e dhikrit në tubime. Tani ne jemi me një tubim që shpresojmë tek Allahu i Madhëshëm që është prej tubime më të mira. Pse? Për shkak të këtij hadithi. Çfarë thot profeti alayhis salam në këtë hadith? Çfarë është kuptimi? Nuk ulet një grup njerëzish në një tubim ku nuk e përmendin Allahun dhe nuk dërgojnë salavate për profetin sallallahu alaihi wasallam, veçsa ai tubim do të jetë peng dhe dëshpërim për ta në ditën e Kiametit. Madje në transmetim ka ardhur edhe nëse futen në xhenet. Do ta keni fare pishmanllaku, qysh nuk e kemi përmend Allahun e na ka ikë gjithë ai shpërblim.
Është i vetmi lloj pikëllimi që është në xhenet. Për që të bime që se kanë përmend Allahun e Madhësh. Sepse po thotë do të jetë peng dhe dëshpërim për ta në ditë e Kiametit. Madje në disa transmetime ka ardhur se ata njerëz që ulen me një vend dhe nuk e përmendin Allahun, ngritën prej atij vendi sikur të jenë ngërtësira. Çfarë të merë? S'kan vlerë tek Allahu. Dhe shikoni prapë e përsëris se si lidhen argumentet njëra me tjetrën. Pejgamberi alayhis salam me një rast e kap një sjap të ngordhur. Dhe ju thot shokëve e tij, thot, cili prej jush po e blen këta se pja shes. Sjapin ngordh. Ata sahabë thujnë, i dërguar e Allahut, qysh me blena këta? Edhe ai dhe sa u kanë një gjallë ka qenë me të meta, e jo më tash që kanë ngordhur. Dhe thot, atëherë po japi falë. Ata thujnë, çka na nevojë i dërguar e Allahut në sjapin ngordh? Thot, dynjaja është më pa vlerë tek Allahu se sa këtë sjap për juve. Ka disa pa vlerë është dynjaja tek Allahu. Dhe njëjtën gjë po janë ata njerëz të cilët në tubime flasin vetëm për dynja. Ata po ngritën prej tubime sikur ai sjapi i ngart. Ti nëse nuk e përmend Allahun në për tubime, atëherë ti ke më ngjasu kafshë. Kurse nëse e përmend Allahun, ti ke më ngjasu kujt? Kujt ke më ngjasu? Me lajka. Po ti nëse e përmend Allahun, kemi unë gjasu me laqe. Nëse nuk e përmend Allahun të bime, kemi unë gjasu kafshë. Për ata arsye me laqet, janë disa me laqe që vetëm shikojnë se ku përmendet Allahu, edhe shkojnë i rrethojnë atë vend. Edhe madje aja me laqe që e zbulon se ku po përmendet Allahu, thot, e janë tek nevoja juaj. Shikoni. Nevoje pas kanë me laqet përmendjen e Allahut. E janë edhe shkojnë e rrethojnë atë. Çfarë dallimi midis një mexhlisi ku përmendet Allahu dhe një mexhlisi ku nuk përmendet Allahu. Mexhlisi ku po përmendet Allahu po bëhet mexhlis shpirtëror. Po vinë me laqet po të rrethojnë deri në qiell, edhe po Allahu pastaj edhe po krenohet me ty. Që të ka kriju. Kurse nëse se përmend Allahun, po qosh për asoj ne si në ngërtësi. Fa dallimi i madh. Çdo çast i kaluar pa dhikr dhe salavat është mundësia humbur për shpërblim. Besimtari do të pendohet thellë në ditën e gjykimit, edhe nëse fati i tij përfundon me xhenet. A nëse përfundon xhenet i bën pishman. Çfarë duhet bërë? Tubime duhen furnizuar me kujtimin e Allahut dhe salavate. Kjo e jep kuptim kohës dhe kthen çdo bashkim në adhurim të vlefshëm. Pra këtë u përmendën dy gjëra. Kujtim ndaj Allahut dhe salavate ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky është jetësim i shahadetit, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. La ilaha illallah ti pe kujton Allahun dhe po jetë gjithmonë në kujtesë ndaj tij. Kurse Muhammedur Rasulullah e zbaton duke thënë salavate mbi ta. Allahumma salli ala Muhammad. Prandaj tubimet që iken prej këtyre dy gjërave, ato janë tubimet të dështuara. Veprat e mira i fshin të këqijat. Tash kemi një hadithun ngjajshëm me të madhet, mirë po në këtë rast është nga Ebu Dherr radiallahu anhu. Ebu Dherr radiallahu anhu kur e pyet faktikisht kur pejgamberi alayhis salatu wasalam ja jep atij këshillën që kur të bësh diçka të keqe, pasoj me diçka të mirë. Se Ebu Dherr i kërkon këshill pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me këshilla me diçka, thotë kur të bësh diçka të keq, bë diçka mirë. Dhe kjo është një porosi shumë e madhe, që është mirë me pas parasysh, dhe me mendu sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ta jep ty çat këshill, sikur ti e duke ja lyp. Që të ne vetën pozitë e sahabe, ti po i lyp këshill pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse ai po thotë kur të bësh diçka keq, bë diçka mirë.
që është rregull kaq e thjesht. Kur bën diçka keq, ja thu dikujt për shembull prej familjes një fjalë tron. E rëndon. Ka bë diçka mirë. Tash thuj fjalë të mira, lëpja halalin, ktheja me ndaj dhurata, me ndaj sen. Kompenzu. Çështu shlyhet. Dhe një transmetim ka ardhur e publikja me publikën, e fshehta me të fshehtën. Pra nëse bën diçka të keqe fshehur azi, dush me pa diçka të mirë fshehur azi, që me të shlyq kjo. Kurse nëse bën diçka të keqe publikisht, duhet me bë diçka të mirë publikisht. Shkja është me të vërtetë hadith madhështor. Pastaj Abu Dherra pyet, thot, o i dërguari i Allahut, po la ilaha illallah, a është vepër e mirë? I thot, aja është vepra më e mirë. Është vepra më e mirë. Pse? Se a ka vepër më të mirë se tauhidi? S'ka. Pra vepra më e mirë është la ilaha illallah. Pa kur bën mëkat, bën një vepër të mirë dhe fshihet. Kjo është se kur të ndodh ndonjë papastërti, çush pastrohet ajo? Ja hedh ujin. Papastërti hedh ujin, largohet papastërtia. Ashtu është edhe puna e mëkatit dhe veprës mirë. Mirë po, nëse papastërtia e madhe është, duhet ne kemi parasysh, duhet detergjenta, duhet mu gërvish taj vend. Sa ma shumë që e banë mëkatin, as ma shumë të është me bë vepra të mira, pendim. Se nuk është bashkë, që është menojnë disa, bana keq u pendoha kry. Nuk është si me prejk një pull aty. Sa ma shumë që banë keq, as ma pendimi shtirë është. As ma pastrimi shtirë është. Duhet me gërry atë vend, ku ke ba mëkat, që me largu atë njollën. Sikur merë në shambullin e shpirtit që ka marrë pejgamberës, ose që ka thonë, Allah pastrom prej mëkateve, si që pastrohet rroba e bardhë prej njollave. Kur e bën një njollë shumë tron, do të bege kohë për me pastruata. Subhanallah, dhe kjo hadith sa madhështor është. Vlera e lotëve të frikës ndaj Allahut. Subhanallah. Me një rast Gjibrili zbrit të pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thot, ne i peshojmë gjitha veprat e birit të Ademit. Përveç lotëve, përveç qajtjes. Këta nuk mundemi me peshu. Sepse Allahu shuan me një pik loti oqeane prej zjarrit të xhenemit. Subhanallah. Çto po thot Gjibrili, na me laqet, ja matëm çdo vepër birit Ademit. Veç lotët s'muj me amat. Se këtu s'po shkon me matematikë. Në lot, po i shym me detet të tëra në xhenem. Subhanallah. Si ka mundësi kjo? Kjo shkon me matematikë që nda kom. Saj është që loti është e kundërta me djematësisë. Se Allah kur fol për xhenemin thot, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Ju thot kriminalëve. Ju thot hyni në dyert e xhenemit. Sa vend i keq është për njerëzit mendje mëdhaj arrogant. Pro xhenemi është përgatitur për njerëz mendje mëdhaj arrogant. Se aty bëhet e qartë e vërteta nuk e pranojnë. Të cilët në çmojnë njerëzit. Për ta dhezët xhenemi. Kurse në lati synet, ai është shumë lati vogël, po ti shyj mocionet e xhenemit. Pse? Se që ky lot del prej zemrës të pastër. Edhe ta pastron zemrën prej mëdhësisë. Shikoni sa rëndësi të madhe ka me qajt për Allahun. Në veçanti në vetmi. Ju e dini të gjithat hadithën e atyre 7 personave që Allah do t'i fut në hijen e tij. Njëri prej tyre është ai që e kujton Allahun në vetmi dhe i rrjedhin lotët. Subhanallah. Një pik lotje sinqert e vogël për e çmuar. Kjo pik loti shuan flakët.
oqeanet të zjarrit në xhenem, zjarret e mëdha të xhenemit, të mposhtura nga pika e vogël e lotit. Shka një zjarr mundes në për male, me aeroplana, me helikoptera, me shumë vështirësi e shimy atë. Se një lot për hir të Allahut mund ta shimy xhenemit. Tema e radhës, serioziteti i melekut Gjibril. Melaqja Gjibril është melaqje serioze. A keni dëgjuar ai ai argument që ka zbrit Gjibrili prej qiellit edhe ka kçy valle? Ose që ka zbrit Gjibrili prej qiellit edhe ka knu? Jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pyet Gjibrilin, se Gjibrili është mësuesi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hoxha i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përse nuk e ardhur asnjëherë të kun veç se duke qenë i vrejtur, tonë si mralt. Gjibrili u përgjigj, unë nuk kam qeshur që kur është kriju zjarri i xhenemit. Subhanallah. Prej asoj dite që u kriju zjarri i xhenemit, në kur mos kum qesh. No. Edhe pse bash Gjibrili, është shumë interesant se është një hadith tjetër, pra po i ndërlidhim argumente. Kur Allah e krijon seft e xhenetin, e dërgon Gjibrilin në xhenet, edhe e nxjerr për ti, i thot, çfarë mendon për xhenetin? Gjibrili thot, nuk pas ka me dëgju askush për xhenetin, veç se ka me hyrë ta. Pastaj Allah e rrethon xhenetin me gjëra të rrejtura. Në gjëra që ata prishin qefin me vështirësi. Edhe e pyet për zdyti Gjibrilin, çfarë mendon tash për xhenetin? Gjibrili thot, tutna që askush s'pas ka me hyrë. Pastaj e çon te xhenemi Gjibrili, i sheh zjarmin, i sheh prongat, i sheh pemën e zekumit, e gjatë të tmerrë. Thot, o Allah, s'pas ka me dëgju askush për xhenemin, veçse pas ka me ikë për ti. Pastaj Allah i madhëshëm nga urtësia e tij e rrethon xhenemin me qefe, me dëshira, me kajta, me epshe. Dhe e pyet Gjibrilin për zdyti, çfarë mendon tash për xhenemin? Thot, o Allah, tutna që gjithë kanë më shkuat. Prandaj Gjibrili shumë mirë e din çka është puna e xhenemit, sa ai është i pari që ka po prej krijesave. Krijesa e parë që ka po xhenemin. Thot, prej kurit e kom po xhenemin, ma kur s'kom qesh. Subhanallah. E kja me vërtet është mirë me pas parasysh që mos me qesh shpesh, se tash na smujmë normal me arrit shkallën e me laqe dhe pejgamberës. Edhe pejgamberës asëm s'ka qesh kur. Ka busesh po, edhe nuk e mujt me pa në ryshe veç se të buseshën. Amo me qesh, kështu që qeshëm na ha me zakë kështu, kur s'ka qesh. Në regull, s'po mëjshmi me arrit shkallën e Gjibrilit dhe të Muhammedin a.s. dy kresa më të mirë. Po s'po ku mas me qesh shpesh, që të këshillja ka thonë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam shokëve ti. I ka thonë njëri për shokëve ti, ka thonë kujdes nga e qeshja e tepërt, se e qeshja e tepërt ta vdes zemrën. Ka mujt me a thonë pejgamberes sallallahu alaihi wasallam mas qesh një kur, am keni po mu na herë duke qesh, as që kur mas qesh, po jo nuk na ka vështërsu. Ka thonë mas qesh një shumë, se me të vërtit a e ta vdes zemrën. Të bënd gafil, të bënd shkujdesur, harron që ka xhenem, këshyr veç më knaq, veç me hi, si me thonë, humër. Do të kemi kujdes e xhenemi, o Allah, sa kresa ka me hi aty, kush po të garanton ty që kemi pështu për xhenemit? Kush po të siguran ty që kemi kalu siratin? Kush po të siguran ty që kemi pështu atyre thejrave xhenemit, që kush kalan sirat mundon me kap e me gjujt e poshtë? Kush po të siguran? Pse po kesh të në kontra? Pastaj kemi hadithën e radhës
Allahu mustan. Ajeti 12-13 surës Muzammil, kur I ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet ne kemi pranga dhe zjarr flakrues. Inna ladejna ankalan wa jahima. Ne kemi pranga dhe zjarr flakrues. Dhe ushqim që të mbetet në fët dhe një dënim të dhëmshëm. Kur I ka lexuar këtë ajete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I ka rot fikt. I ka u vedia, Allahumma salam. Subhanallah, ti me ditë që ty me thonë ai mbret që unë kam burg shumë tron, me pranga që të vendosin qafë, ki mu të me rru. E jo mbreti I mbretërve. Jo vetëm që po ka mbret, pranga, po ka dhe zjanë. Allahun. Këtë botë nuk dënojnë me zjanë. Se me dënu me zjanë, ti vdes. Edhe pështan prej burgut. Mirë po të burgu I Allahut, sa herë që t'ju djegët lëkura, ju ndrohet lëkura tjetër. Subhanallah, pejgamberi sa kur e zon këta I bjen të fik. Ne kemi pranga dhe zjarr. Allahu po thot, kemi pranga dhe zjarr, edhe kemi ushqim që mbetet në fët. Çfarë ushqimi të shëmtume kanë xhenemlit. Pemën e zekumet. Ushqime të mërshme, me therra, me pamjet si kryet e shejtanit. Qaj ushqim një mbetet në fët edhe sune përbijin prej vrashësisë ekstreme. Po nuk vdesin. A mujnë me dënu këtë botë me sëse forma, nëse dënujnë vdes. Patja nuk vdes. Dhe pasaj pëllat dhe dënim të dhemshëm, dënim që të dhemshëm. Allah na pështoft me ti, Arab. Pro, çfarë është çfarë thirrën aja për ky hadith? Ky reagim është model dhe thirrje. Kurani nuk duhet lexuar si fjalë zakonshme kalimtare, por me meditim, ndjesi dhe ndërgjegje, në mënyrë që zemra ta ndjejë peshën e tij të vërtet. Pra Kurani duhet me ndjeti kur ta lexosh. Ngjaj shumë me këtë hadith, kemi hadithin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot Abdullah ibn Mesudit, lexon Kur'an. Ai thot, atë lexoj kur ty të zbrit, qysh me ta lexu ty Kur'anin kur ty po të zbret. Thot, po kam qef me dëgju prej tjetër kujt pas meje. Dhe ja fillon Abdullah ibn Mesudi me lexu derisa mrin rreth ajetit 40 surës Nisa dhe kur I thot mjafton kaq. Dhe e sheh pejgamberin sa duke I rrjedh lot. Madje një hadith tjetër përmendet që kur u fal pejgamberi sa gjoksi ka bë sikur kusia kur vlan, sikur xhezi ose tenxheria kur vlan ujin ta. Don çfarë që ka përjetu Kur'anin kur e ka lexuar. E ne do të me përjetu Kur'anin, se Kur'ani është I tëri vërtetësia dhe drejtësi. Lajmet I ka të sakta, urdhrat I ka të drejta. Kur'anin do të me ushqyme ta. Allah I mustan. Edhe me këtë hadith po përfundojmë hadithi fundit 147. Subhanallah. Që për sjell Imam Ahmedi rahimahullah në këtë kontekst, thot sikur ta dinit atë që di unë, kishë qesh pak e kishë qajtë shumë. Sheni si shpo ndërlidhen hadith. Sikur ta kishë dit atë që di unë, kishë qajtë shumë, kishë qesh pak. Allahumme salama. Me të vërtetë aja që ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një dije madhështore, subhanallah. Një dije që Allah ja ka dhonë mundësin me ditë botën tjetër. Tu kanë këtë dynja, ja ka mundësu Allah me njoft botën tjetër. Madje Allah I ka dhonë edhe lajmet shumëta të profetësisë.
që më tregu tjerë që pejgamber. Shikoni shenjat e kiametit. Kërë se i ka paralajmëru. Tamam që i ka paralajmëru, ashtu janë duke ndodhur. Edhe ne në këtë kohën tonë nuk dim mi përshkruaj çdo dukuri që po na rrethojnë, edhe pse po i përjetojmë. Ma mirë se që ka përshkruar pejgamberi sa para 1400 vjetë. Çfarë dije e ka dhënë Allahu dërguar me ti? Ka ditë xhenetin, ka ditë çka ka atje, ka ditë xhenemin, e ka ditë botën tjetër. Thotë, e ka njoft Allahun, ka njoft çka i pret njerëz në botën tjetër. Madje edhe në këtë botë ka mësua Allah me ditë shumë gjëra. Dhe sikur ta dinit atë që e diun, kishte qajt shumë, e kishte qesh pak. Vallai, nuk është, kjo është me të vërtet, është gjë e kërkume, dhe kështu kanë qenë ndejat e të parëve tonë. Ndejat e të parëve tonë, me të vërtet, kanë qenë ma shumë ndeja seriozitet, ndeja të shoqëruara me frikë, ndeja të shoqëruara me qajtje për Allahun. Se këto gjërat vëdisojnë më shumë ti. Na fishom ata që ushqehen veç me të qeshur, veç me. Ata po janë njerëzit që ndjekin qefet e tyre, dhe ndjekja e qefet ta thyen kurrizën. Lusim Allahun që gjithëve të na bëj prej atyre që i dëgjojnë fjalët dhe ndjekin më të mirën e tyre. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin.